Kjo ishte masakra e parë e luftës së fundit, e cila aso kohë ndodhi midis dy sulmeve ndaj familjes Jasharin Prekaz. Sulmit parë sulmit të dytë me 22 janar dhe sulmit të tretë me 5 mars. Në mes të këtyre ishte masakra e Qerezit të Likoshanit me datën 28 shkurt, kur u vra 20 martir. Në mesin e tyre ishte edhe gruaja shtatzën muajin e 7 Rukia Nebiu, 27 vjeçare, e cila më preher e kishte vajzën 3 vjeç që e takuam sot këtu. Por u vranë shumë të familjes Ahmeti, Sejdiu, pastaj Behrami, Fazliu, Rama dhe 4 dëshmorë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të familjeve Regjepi dhe Gjeli, në një përballje të pabarabartë me forcat e Serbisë, të cilët për 28 orë kanë goditur, kanë shtënë me artilleri të rëndë, kanë pasur autoblinda dhe helikopter. Por pikrisht në kohën e kësaj masakre, me 28 shkurt të vitit 1998, kur për 28 orë rresht artilleria dhe forcat armike të Serbisë sulmuan popullsinë këtu, u bë një ndërgjegjësim i madh i popullit jo vetëm në Kosovë, por anën banë trojeve që shqiptarët i popullojnë në Ballkan, edhe të mërgatës sonë, e që filloi edhe një vetëdijsim gjithnjë më i madh edhe i këtyre kancelarive diplomatike botërore, po njëkohësisht edhe i opinionit publik ndërkombëtar. Andaj sot vendosim lule të freskëta, por ja përkujtojmë vetes se sa i lartë ka qenë çmimi i lirisë që e gëzojmë dhe shtetit që i kemi, dhe se kemi obligim që gjithnjë më shumë ta rrisim ekonominë, që ndihmojmë pleqve, grave, fëmijëve para së gjithash, por edhe ndërmarrësve që të kemi sa më shumë zhvillim, e para së gjithash mbi të gjitha ta forcojmë ushtrinë e Republikës Kosovës, forcat e sigurisë Kosovës, në mënyrë që askush asnjëherë të mos guxojë më të na mësy e të na vras sikurse në të kaluarën. Gjaku i tyre është tek rrënjët e lirisë, tek themelit e shtetit, dhe natyrisht është kujtesë e përjetshme historike se si duhet ta mbrojmë dhe duam Republikën tonë dhe popullin tonë.